Dita e njëjtë ka shënuar sërish një numër të lartë shtetasish të huaj pranë zyrave të emigracionit në Vlorë. Me afrimin e sezonit turistik vihet re një rritje e ndjeshme aplikimeve për leje qëndrimi, pasi shumë prej tyre synojnë të punojnë dhe të jetojnë në Shqipëri. Të huaj nga vende të ndryshme si India dhe Myanmari kanë zgjedhur të vendosen në Shqipëri kryesisht për t'u angazhuar në sektor të ndryshëm me fokus të veçantë në turizëm. Ndërkohë nuk mungojnë as shtetas nga Italia, veçanërisht pensionistë që kanë vendosur të jetojnë në Vlorë të tërhequr nga klima dhe kostoja e jetesës. Po ashtu edhe shumë studentë italianë që kanë zgjedhur të studiojnë në Vlorë, duke parë këtë si një mundësi të mirë për të ardhmen e tyre, mundësi që sipas tyre nuk e kanë pasur në vendin e origjinës. I'm from India. India. You working here in Albania? Yeah, I'm working in Albania. Jam nga India, punoj në dërmi në fushën e turizmit. Jam në kuzhinë, kam ardhur këtu prej vitit të kaluar. Të njëjtën punë kam bërë edhe në vendin tim. Më pëlqen këtu. Aktualisht jam vetëm. No, bachelor. From India. India. Why you are coming here? You working here in Albania? In kitchen. Edhe unë jam nga India, punoj në turizëm, ndihmoj në kuzhinë. Pse e kam zgjedhur Shqipërinë? Më pëlqen në fakt këtu dhe kam mundësinë të punoj. Jo, nuk jam me familjen How aktualisht. many years you are here? I'm last year November. You working here in Albania? Yes, sure. I'm working Himar. Jam nga Minamari dhe punoj në Himar. Punoj në një market aty dhe ndihem mirë. Sot po aplikoj për leje qëndrimi. Edhe në vendlindje kam bërë punë të ngjashme. Jam këtu edhe për shkak se përfitoj më shumë të ardhura. Money is normal. Io sono polacca, ho vissuto 23 anni in Italia. Unë jam polake, por jetoj prej 21 vitesh në Itali. E tani kam ardhur këtu bashkë me shokun tim. Më pëlqen këtu, ka gjëra të mira dhe të këqija. Këtu ndihem më e sigurt se në Itali dhe këtë e vlerësoj. Non ci sono extracomunitari che in Italia ormai sono troppi. E di brutto? Non voglio toccare questo Pa argomento. dyshim që ka edhe ndonjë gjë që nuk shkon, por nuk po i përmend. Besoj me çfarë shikoj ka më shumë të mira. Quarto anno. Sono pensionata, sono qua da un mese. Come ti sembra Emilia? Mi piace. Unë jam pensioniste, kam pak kohë këtu, prej një muaji. Unë kam jetuar në veri të Italisë dhe tani zgjodha Vlorën për të jetuar. Çmimet? Ka disa gjëra që më gjen më shtrenjtë se në Itali, por në përgjithësi është okay. Këtu ka gjëra të mira bio, që në Itali nuk mund të mendosh se ti gjesh. Quindi a me non mi interessa se non mangio la pizza con la mozzarella. Angela, Sì, sei qui per studiare? sì. Quell'anno? Il primo anno sei? Secondo anno. Më quajnë Angela dhe vi nga Sardegna në Itali. Jam në vitin e dytë të studimeve në degën e odontiatrisë. Nuk e pata këtë mundësi në vendin tim dhe ja erdha këtu. Në përgjithësi, jam e kënaqur dhe Vlora është qytet shumë i bukur. E ho deciso di iniziare questo percorso qua. Giorgia Cadino, Da dove vieni? dalla Sardegna. Edhe unë vi nga i njëjti vend dhe jam në vitin e dytë në universitet këtu. Më quajnë Georgia. Pash se në vendin tim mundësit ishin të pakta dhe kur gjeta këtë zgjidhje vendosa të vi këtu dhe të studioj. Natyrisht pas universitetit e mendoj të ardhme në Itali, por ajo çfarë mund të them është që jam e kënaqur me këtë zgjedhje. Penso in Italia il mio futuro, la verità. Ciao, sono Wanda Francello. Më quajnë Vanda dhe jam në vitin e dytë në odontiatri. Nuk hyra dot në Itali për arsye të ndryshme, por këtu mundësitë i kam më të mira, mundësitë që mi dha Shqipëria. Jam e kënaqur, ka shumë gjëra për të menduar, por në përgjithësi shumë mirë. Në të ardhmen, jo, do të kthehem në vendlindje. No, penso anch'io di tornare in Italia. Sipas të dhënave nga zyra e emigracionit, çdo e marrë dhe njëjtë shënon një fluks të lartë aplikimesh nga shtetas të huaj për pajisje me leje qëndrimi. Ata zgjedhin Shqipërinë jo vetëm për të punuar, por edhe për të studiuar dhe të ndërtuar jetën e tyre këtu. Ky numër pritet të rritet edhe më tej me afrimin e sezonit turistik, ndërsa bizneset që operojnë në fushën e turizmit janë gjithmonë në kërkim të fuqisë punëtore për të përballuar kërkesën në rritje.